Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se i kërkon falje ambasadorit të BE-s në Tiranë Silvio Gonzato nëse deklaratat e tij i konsideron fyerje, por theksoi se nuk ka qenë ky qëllimi i tij. Unë s'kisha bërë asnjë hetim në jetën e tij, absolutisht, as merresh me jetën e asnjëriu, por e ndigjova e tha vetë dhe unë thash që ai ka bërë këtë deklaratë. Se si që nga fyerje kjo, unë këtë nuk e konceptoj. Kam përdor një deklarat, një gjë që e ka thënë vetë. Po nëse ai e konsideron këtë fyerje, atëherë unë sigurisht do ta rikonsideroj qëllimin tim, i kërkoj të falur, s'kam asnjë hezitim, por nuk ishte për të fyerje kjo. Nuk përbën fyerje kjo. Deputeti i PD-s Belind Kolliçi tha se Berisha nuk ka bërë asnjë deklaratë fyese ndaj ambasadorit të BE-s në Tiranë Silvio Gonzato. Vendimi është politik i Partisë Socialiste, në vijim të asaj sjellje që kanë patur në këto 2 muaj, që duan të kalojnë pa debat, pa diskutim, pa transparencë për qytetarët shqiptar, qoftë programin qeverisës, qoftë çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të qytetarëve, çështjet që kanë të bëjnë me ujin, me energjinë elektrike, çështje kaq të rëndësishme siç është ligji për barazinë gjinore apo akti normativ për çështjet e ndërtimit e tjera. Tani që ne po flasim, është duke u zhvilluar një mbledhje farsë e kryesisë të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Janë njoftuar në pushimin prej 30 minuta të gjithë deputetët e Partisë Socialiste që të vinë në seancë. Do të shihni një skenë të parapërgatitur nga Tauland Balla, ku do të kërkohet përjashtimi qoftë i zotit Berisha apo i ndonjë deputeti tjetër të PD-s për fyerje ndaj ambasadorit BE-s. Kjo nuk ka ndodhur, është një inskenim i organizuar qoftë nga ministri Gogu apo qoftë nga Tauland Balla. Do të shikoni justifikimet panumërta për të kaluar seancën direkte në votim. Kolliçi u shpreh se gjithçka është inskenim nga Partia Socialiste, e cila sipas tij kërkojnë që të kalojë ligjet shpejt siç ka vepruar edhe më herët.